Është koalicioni i vjetër përbardh kryetarit 12 vjeçar që po vazhdon në mandatin e 4. Kryetari i PES opozi Don Kishotin luftë me mullit e erës. Unë nuk kam qenë asnjëherë në jetën time në antar i Aleancës për Ardhërinë e Kosovës. Kandidati i vetëvendosjes tha që në 2013 ka qenë publik, po harroj me tregu që ka qenë pjesë e Aleancës për Ardhërinë e Kosovës, dhe më thonë ka qenë në trit e Aleancës për Ardhërinë e Kosovës, edhe gjendja është e njëjtë. Dhe më thonë veç është koalicioni i vjetër përbardh kryetarit 12 vjeçar që po vazhdon në mandatin e 4. Taulant? Nëse mundem, kryetari i PES opozi Don Kishotin luftë me mullit e erës, vazhdimisht të gjeni fajtor edhe fillon me sulmu. Unë nuk kam qenë asnjëherë në jetën time në antar i Aleancës për Ardhërinë e Kosovës. Babai im ka qenë pjesë e qeverisë Ali Berishës bashkë me Gazmend Muazerin, pa ai ka 15 vjet që ka dalë në pension, ju ka kthy profesionit. Alia po ashtu 8 vite ju ka kthy profesionit. Gazmendi nëse ka profesion, që nuk e di a ka profesion, inxhinier është, po a ka profesion nuk e di, pas 13 vjet do të kthehet profesionit, vetë na si komunë kemi suportu edhe kemi mundu me i qëndru afër.